Përshëndetje të gjithëve. Sot kemi një histori fantastike për të treguar. Një histori e vjetër, pak qesharake, por që na mëson diçka vërtet të madhe. Le t'i futemi menjëherë. Mirë, le të nisemi me një pyetje për të menduar. Çfarë ka më shumë rëndësi? Të thuash se do jesh një shok i mirë apo ta tregosh me vepra? Për shembull, të thuash do t'i ndaj lodrat me ty apo thjesht t'i ndash pa fjalë? Kjo është një pyetje e rëndësishme dhe historia jon do na ndihmojë ta kuptojmë. Okej, udhëtimi ynë fillon shumë kohë më parë, në një vend që quhej Persi. Dhe atje, duhet thënë, njerëzit kishin disa zakone, le të themi, goxha të çuditshme. Zakone që sot do na bënin të pyesnim veten. Po pse kështu? Pra, ja ku ishte problemi. Ata kishin fiksimin e gjërave të pastra dhe të papastra, dhe kjo i çonte në veprime vërtet ekstreme. Imagjinoni pak këtë. Nëse dikush nga një grup tjetër pinte nga filxhani i dikujt, pronari e merrte filxhanin dhe bam, e thyente, sepse, sipas tyre, filxhani ishte bërë i papastër. E pabesueshme apo jo? Dhe tani, pikërisht, në mes të këtyre zakoneve të çuditshme, futet në skenë personazhi ynë kryesor. Një prift i cili kishte një problem shumë serioz me gishtin e tij. E po, ç'kishte ndodhur? Prifti ishte fërkuar me dikë në rrugë dhe menjëherë vendosi që gishti i tij ishte bërë i papastër. Dhe jo thjesht pak i papastër. Ai besonte se ishte bërë aq i papastër sa asnjë sapun në botë nuk mund ta lante. Ishte i bindur se gishti i tij ishte prishur përgjithmonë. Sa e egzageruar tingëllon kjo. Pra, çfarë bëhet kur dikush mendon se gishti i tij është prishur fare? E po, ky prift mori një vendim dramatik. Shkoi drejt te kasapi i zonës me një kërkesë që do t'i linte të gjithë pa fjalë. Ja kërkesa e ty, duhet të ma presësh gishtin, është i papastër dhe nuk e dua më. Po, saksisht, prifti donte që kasapi t'ja priste fare gishtin, donte ta hiqte qafën një herë mirë. Wow, çfarë ideje drithëruese. Por kasapi ishte njeri me mend në kokë. Ai u përpoq ta arsyetonte. Nuk mund ta bëj këtë gjë, do të dhem tmerrsisht shumë e gjaku do të rrjedh si shatërvan. Por prifti as që donte t'ja dinte. Jo, këmbgulte ai. Ka vetëm një zgjidhje. Duhet ta presësh. Mirë, kasapi e kuptoi që me fjalë nuk po merreshin vesh. Kështu që i lindi një plan. Një plan dinak për të parë nëse prifti ishte vërtet aq shtrim sa thoshte. Një lloj prove, një test i vogël sekret. Kështu, kasapi bëri një fytyrë serioze dhe tha, shumë mirë pra, nëse këmbëngul kaq shumë, vendose dorën këtu, mbi trungun tim. Ai po luante rolin e tij, duke përgatitur skenën për mësimin që do t'i jepte priftit. Okej, tani vjen pjesa interesante. Plani i kasapit ishte genial, sepse nuk donte ta lëndonte priftin as pak. Shikoni çfarë ndodhi. 1. Prifti vendos dorën mbi trung. 2. Kasapi ngre thikën e madhe lart në ajër. Dhe 3, këtu shkleçka, ai e kthen thikën nga ana tjetër, nga ana jo e mprehtë. Pra, momenti së vërtetës, çfarë ndodhi kur ana jo e mpreshë e thikës zbriti poshtë. A qëndroi prifti trim e i patrembur siç thoshte. Le të shohim. Kasapi e lëshoi thikën me forcë, bem, u dëgjua një zhurmë e fortë. Por kujtojmë, ishte thjesht ana e trashë e thikës, jo tehu. Dhe këtu ndodhe pa besueshmja. Prifti, i njëjti njeri që para 1 minute lutej t'ia prisnin gishtin, filloi t'u lërinte. Au, ma dëmtove dorën, ti je një përbindësh mizor. Po ankohej për një trokitje të lehtë, kur ai vet kishte kërkuar diçka 100 herë më të dhimbshme. Në atë moment, të gjitha fjalët e tij të mëdha për sakrificën dhe pastërtinë u zhdukën si me magji. Mjaftoi një dhimbje e vogël që ai ta tërhiqte dorën me shpejtësi dhe të dilte me vrap nga dyqani, duke bërtitur për kasapin mizor. Pra prifti iku duke bërtitur, po kasapi ai mbeti aty dhe bashkë me të edhe mësimi i madh i kësaj historie. Tani, le të shohim se cila ishte ideja e madhe e kasapit. Ndërsa e shihte priftin të largohej, kasapi buzëqeshi me vete. Ai e kuptoi diçka shumë të rëndësishme. Fjalët janë të lira, mendoi ai, por është shumë e vështirë t'i kthesh fjalët në vepra të vërteta. Dhe kjo na sjell në zemrën e tregimit ton.
Mësimi i madh është pikërisht ky. Veprat, jo fjalët. Kjo do të thotë se ajo që një person bën ka shumë më shumë vlerë se sa ajo që ai thjesht thot. Le ta shohim edhe një herë. Prifti çfarë bëri? Ai tha se ishte gati për një sakrificë të madhe, por veprimet e tij, ato treguan krejt të kundërtën. Fjalët e tij ishin të forta, por veprimet ishin të dobta. Prova e thjeshtë e kasapit e zbuloi të vërtetën menjëherë. Kjo na kthen te pyetja që bëm në fillim, si tregohet më mirë dashuria dhe miqësia? Sigurisht është bukur të thuash fjalë të mira, por a nuk është më e fuqishme të ndihmosh në shtëpi pa ta kërkuar njëri, ose të japësh një përqafim kur dikush është i mërzitur? Këto janë veprat e vogla që flesin shumë më zëshëm se çdo fjalë.